Kosova është vend në parë në Europë për Counter-Strike. Mesatarisht brenda muajit mund të miftu 1000 deri në $2000. Dihet që noti, sidomos kundër serbëve, është shumë i madh, kështu që mujna kur ti mytëm në herë m'ja gjru trupin e dekt. Shënjestër.net. Unë jam Arnor Pacolli, ose ndryshe i ngjofshëm me emrin ndëmëtar, me nickname-in ndëmëtar. Prej që ja kom fillu prej moshës 4 vjeçare, besoj edhe shumica e djemve në Kosovë ja fillojnë shumë herët me lujtë kontër. Edhe mu shumë shpesh më bjen me lujtë kundër lojtarët Kosovës në Faceit, edhe di që ka shumë lojtarë që janë të mirë. Kosova është vend në parë në Europë për Counter-Strike. Në bazë statistika të Faceitit, Kosova është me 2.7% të banorëve të Kosovës që luajnë në Faceit, domethënë me Counter-Strike. Çka na veçon neve në Kosovë, më thon pothuajse çdo mahall i ki 2-3 interneta, edhe kjo domethënë e tregon sa është interesimi i lojtarëve të Kosovës për loja, edhe çdo internet i ka pajisjet e fundit, domethënë më të shtrejta që janë në treg. Segu u rrit pak skena, më thonë, janë majt në përdo arena, po kështu kisha thonë kulmi për Kosovë, po fuli është kur Bad News Eagle kanë mri në Major, që kanë mri 2-3 herë, nuk e di sakt. Që atëherë u kona i kulmi kështu ku shqiptarët e kam po që edhe mund me përfitu prej kësaj pune, po edhe u rrit pasioni, u bu konteri si një lloj farë sporti, si futbolli për shembull, që ka plot njerëz që e dojnë. Po ka tonamenta, mas shumti për momentin janë online, po ka edhe në Kosovë që shumë shpesh herë ka ndodhur prej eksportallit për shembull, janë mbajt në Prishtina Mall. Gjithashtu edhe verës u konë turniri europian në Kosovë që nërë prej ndohet 40 shteteve që kanë lujtu, po ka edhe shumë fitim, më i me të se ka turnira me 500.000, 1 milion, 1.3 milion $, që lujnë turnira të në kohën, po aje djetë dhe më dhënë do të edhe shumë për kushtim për lojën për me mërinë ato turnamente. Mesatarisht brenda muajit mund të miftu 1000 deri në $2000. Qa nuk e di njerëzit është shumë për kushtim, për shembull të bjen me lujt nasha deri në 12 orë në ditje, edhe njerëzit mendojnë që veçitu nejt ullën në karrike dhe ki shumë letë, në fakt është shumë strategji, shumë taktika, shumë orë të merë ajo aim rutinë, kështu që ka shumë kohë që dush me shpenzu, për vete i kom shpenzu dikun 15-16 orë veç në lojën të segu. Ka shumë talenta të ri që janë shumë talentume dhe besoj, në të ardhmen këna me pas shumë lojtarë të mirë, si njëni për tyme që është Makaze, që është në top level për momentin, besoj që ka me pas plot si kraj. Gjithashtu kena edhe plot shqiptarë në platformën Faceit, janë top 50, 100, deri 1000, që është arritje shumë e madhe individuale. Zakonisht nuk guxojna me shkru se me thonë diçka të keqe, për arsye që Faceiti mund me ta bu ban, edhe mund është mos me lyt një javë, një muaj, ose në varet prej mesazhe që e përcjell, po dihet që noti, sidomos kundër serbëve, është shumë i madh, kështu që mujna kur ti mytëm në herë m'ja gjru trupin e dekt, kështu që na sen tjetër jo nuk ka. Këshilla ime shkon me lyt dikon 2-3 orë në ditje, jo më shumë, mos me tepru, për shkak që lojat morrin shumë kohë edhe met pak jashtë prej jetës reale, kështu që kisha thonë edhe prindit i kisha sugjeru, m'ja buni një balans tjetës me loja qoftë kontër ose në lojë tjetër, edhe me jetën reale që me shfrytëzu. Shënjestër.net